Lirika popullore shqiptare. Lirika popullore shqiptare është një pjesë e rëndësishme e folklorit gojor, që pasqyron ndjenjat, emocionet dhe përjetimet e njerëzve në rrethana të ndryshme të jetës. Ajo është shikrimtari gojore e lidhur ngushtë me këngën, e cila trashëgohet brez pas brezi dhe është e pasur me ritëm, melodi dhe simbolik. Këto këngë shprehin gëzimin, trishtimin, dashurinë, dhimbjen dhe aspiratat e njerëzve, duke i bërë ato një pjesë të pandarë të kulturës shqiptare. Lirika popullore shqipe lidhet me ritin, nëpërmjet të cilit ndërtohen marrëdhëniet e njeriut me natyrën, jetën, vdekjen, dashurinë, besimin dhe punën. Le të ndalemi në disa nga kategoritë e lirikës popullore shqiptare. Kundër të parat mund të përmendim këngët kalendarike ose të quajtura ndryshe këngët e motmotit, të cilat ndërlidhen me festimet pagane që poetizojnë dukuritë dhe ciklet e natyrës, të ndërthurura me bindet dhe besimet e vjetra. Ato këndohen në raste të caktuara si kolendrat, dita e verës, Nevruzi, Shëngjergji, Rusicat mbas Pashkëve dhe Dordolecat. Këto këngë pasqyrojnë lidhjen e njeriut me natyrën dhe ritmet e jetesës bujqësore. Ninullat janë një tjetër kategori e rëndësishme e lirikës popullore. Ato janë këngë që nënat dhe gjyshet tu këndojnë foshnjave për t'i vënë në gjumë. Me tone të qeta dhe ritëm monoton, ninullat përcjellin dashurinë e pakushtëzuar të prindit për fëmijën, duke përshkruar ëndra të bukura dhe dëshira për një të ardhme të lumtur dhe të shëndetshme. Këngët e dasmës janë ndër më të gëzueshmet në folklorin shqiptar. Ato shoqërojnë ceremoninë e martesës që nga fejesa e deri te java e dasmës dhe përfshin këngë që i drejtohen nuses, dhëndrit, kryshve dhe familjes së re. Nëpërmjet tyre shprehen urimet për një jetë të lumtur dhe për mallimi për familjen që lë pas nusja. Ndryshe nga këngët e dasmës, vajet janë këngë mortore që shprehin dhimbjen për humbjen e një të afërmi. Qëllimi themelor i vajtimit është nderimi i të vdekurit deri në varrimin e tij. Këto këngë janë të ngarkuara me emocione të thella dhe këndohen kryesisht nga gratë në jug, të cilat qajnë me zë të lartë, duke treguar jetën dhe virtytet e të ndjerit. Në veri, si formë themelore njihet xhama, teksti i së cilës shoqërohet me tonalitet të lartë dhe i nështrohet një ligjësie të caktuar formale. Xhama konsiderohet si arti i lashtë i vajtimit të vdekurit, nëpërmjet së cilës spikaten cilësitë e tij. Një vend të veçantë në lirikën popullore shqiptare zën këngët e mërgimit, që përfshihen nga folkloristët në lirikën shoqërore, e cila përqendrohet në raportin e individit me kolektivitetin. Këto këngë pasqyrojnë mallin dhe dhimbjen e njerëzve që janë detyruar të largohen nga dheu për arsye të ndryshme, si varfëria apo luftrat. Këngët e mërgimit apo të kurbetit janë të mbushura me ndjenja të fuqishme, shpesh duke shprehur dëshirën për t'u kthyer në vendlindje. Ndërsa në këngët e nizamëve vajtohet dërgimi i të rinjve në ushtritë e huaja. Created using Powtoon.